Përshëndetje Wesley, uroj suksese në panajirin e librit 2025. Si fillim do t'ju pyes se çfarë përshtypjesh keni nga ky panajir? Përshëndetje Artur, të falenderoj për ftesën dhe të uroj suksese dhe të përgëzoj për punën tuaj në hapjen e këtij podcasti dhe këtij kanali në YouTube, ku transmetohen vlerat, puna dhe kontributi i njerëzve të ndryshëm. Sa i përket panajirit të këtij viti, pra panajirit të 28, për mua ka qenë i veçantë nga vetë fakti që është panajiri i parë në cilin unë promovoj gjithashtu librin tim të parë dhe pa diskutim në këtë këndvështrim ka pasur një rëndësi të veçantë në jetën time. Por për sa i përket përshtypjeve në përgjithësi të panajirit, duke u treguar racional dhe duke mos e përfshirë pjesën edhe promovimin e librit tim, por në përgjithësi të ndjekësve të panajirit, të vizitorëve të panajirit, sigurisht ka pasur një numër të konsiderueshëm dhe është për të vlerësuar grup mosha të ndryshme, një organizim të shkollave që vazhdimisht në ditët e panajirit kam parë nxënës që vinë panajir dhe është mirë që nxënësit të mësojnë me këtë ide, të vinë dhe të jenë vizitorë të librit, por nga ana tjetër sigurisht një pjesë e mirë e këtyre vizitorëve janë thjesht kalimtar apo fotograf të ambienteve të pallatit kongreseve, duke mos treguar ndonjë interes për librat në përgjithësi. Por sigurisht panajiri i librit është një eveniment i madh për artin, për letërsinë dhe për promovimin e shumë autorëve, shumë personaliteteve të cilët marrin pjesë në të. Dhe është ambienti ndoshta më i rëndësishëm, është pra java më e rëndësishme e intelektualitetit, ku një larmishmëri artikush, botimesh të kaluara apo të reja promovohen dhe pa diskutim është një event me vlera të jashtëzakonshme për artin dhe letërsinë. Unë sigurisht pritshmëritë e mia janë më të mëdha duke parë vitet e tjera, duke dëgjuar edhe nga të tjerët, edhe nga shtëpitë botuese edhe ndoshta edhe nga autorët në raport me shitjet, në raport me interesimin dhe sigurisht edhe personalisht kam qenë ndjekës i panajirave në vite të ndryshme, kam parë një interesim më të madh se sa këtë vit. Çfarë mendoni ju për zhvillimet e letërsisë sot? Sa i përket zhvillimeve të letërsisë në vendin tonë, në këndvështrimin personal mendoj që vitet e fundit janë shfaqur autorë të talentuar, autorë të ri dhe kanë gjetur mbështetje nga autorët, nga shkrimtarët me emër tashmë që kanë një karrierë të konsiderueshme, duke i mbështetur në për konkurse, në për evente, të cilat pa diskutim nuk janë të mjaftueshme, por kryesisht në Tiranë ka pasur aktivitete të shumta ku janë promovuar dhe janë vlerësuar artistët e ri. Ato një pjesë e tyre kanë qenë edhe pjesëmarrës në panajir, ku ju është dhënë pra hapësira nga shtëpitë botuese, sikurse në rastin tim pavarësisht se botimi im ka të bëjë me studimin, pra është studimor, por kam pasur mbështetje maksimale nga shtëpia botuese dhe nga autorja e mirënjohur, nga shkrimtarja e mirënjohur Majlinda Nana Rama, për të promovuar dhe për të qenë prezent në panajir. Kjo dëshmon për një zhvillim edhe një ndërgjegje kolektive e cila vlen për të ardhmen dhe është kontribut për të ardhmen. Por në raport me vitet e tjera, raport me krijimtaritë në përgjithësi të autorëve të ashtu quajtur të vjetër apo të ri, mendoj që ka qenë një vit i cili nuk thyen atë rekordin apo nuk mbahet për krijimtari të shumta.
Ka pasur pa diskutim krijimtari të reja, por sigurisht vitet e tjera kanë qenë edhe më përfaqësuese të letërsisë edhe me vepra të cilat janë vlerësuar. Si është pritur libri juaj? Sa i përket librit tim, Epitafet e gjalla të Vallëzimit Krutan, ai është një libër studimor i cili i dedikohet vallëzimit dhe vlerave folklorike të vendlindjes time, pra të Krujës, dhe sigurisht ka pasur një pritje të mirë nga ai komunitet, pa diskutim. Un jam koshient qysh në fillim kur e kam nisur këtë libër që ky libër i përket një komuniteti të caktuar, pra nuk ka një lexues të gjerë që të interesohet për të, sepse libri është studimor, i përket një zone të caktuar dhe sigurisht interesimi për të është kryesisht nga njerëzit e fushës, pra njerëzit e artit, të vallëzimit dhe të koreografisë dhe pa diskutim nga njerëzit të cilët vinë nga Kruja dhe kanë dëshirë të njihen me artin, me kulturën, me vlerat e vallëzimit krutan. Sigurisht ka pasur pra interesim, është pritur mirë nga ato njerëz të cilët e kanë marrë librin, kanë pasur vlerësimet maksimale, por pa mohuar faktin që më vret fakti i një pjese të komunitetit koreografik të cilët nuk kanë treguar interes, jo vetëm për librin tim, nuk është çështja vetëm për librin tim, por në përgjithësi unë e konceptoj që artistët edhe krijuesit e artit duhet keni marrëdhënie më të ngushtë me librin në përgjithësi, gjë që s'e kam parë jo vetëm për librin tim sikur se e thash, por në përgjithësi për të pasur ndonjë interes për librat. Dhe në këtë këndvështrim unë mendoj që është e dhimbshme se si pretendojmë që artistët intelektual, artistët e së ardhmes të jenë kaq larg leximit, kaq larg njohurive të reja dhe të qenurit të ndërgjegjshëm për të plotësuar bështëllëqet tona dhe për të mos rreshtur së marrë njohuri të reja dhe së informuari pra me çdo ndodhi aq më tepër kur kemi të bëjmë drejt për drejt pra me artin e vallëzimit në rastin tim konkret. Sa i mungon lexuesit letërsia cilësore? Për sa i përket letërsisë cilësore, në raport me atë që Brezim ka studiuar në shkolla, letërsia shqiptare, unë mendoj që kemi një zbehje të madhe dhe vitet në vazhdim do ta tregojnë këtë, kur kemi pasur pra fatin të lexojmë autor të mëdhenj shqiptar, kemi pasur fatin të kemi veprat tona shqiptare me vlera të mëdha, të cilat janë vlerësuar nëpër botë, dhe pa diskutim në këtë këndvështrim lexuesit i mungon letërsia cilësore, por unë mendoj që edhe vetë lexuesi duhet të di të kërkoj letërsinë cilësore, duhet të di të hulumtoj. Nëse flasim për letërsinë në përgjithësi, veprat botërore ka vepra botërore jashtëzakonisht cilësore, të cilat sot lehtësisht mund të përkthehen, mund të gjehen dhe mund të lexohen, pra është pa diskutim edhe në dorën e autorit, por sigurisht autorët shqiptar duhet ta sillin pra edhe veprën e huaj ta realizojnë përkthime të mira, sikurse ka ndodhur vite më parë me autorët e huaj, me autorët botëror, vepra të cilët kanë frymzuar krijimtarinë time personale, po besoj edhe shumë të artistëve të tjerë, dhe gjë e cila do vihet sikurse e thash në dukje në vitet në vazhdim, dhe do jetë një hendek i madh, besoj, një mungesë e madhe e letërsisë cilësore për fat keq. Ky është mendimi im personal pa diskutim, por që kam një lloj bindje që kemi pra një rënje të cilësisë së letërsisë mirëfillt dhe
duhet të krijohen mekanizmat e duhur, duhet të krijohen kushtet e duhura që autorët të kenë mundësi të botojnë, që autorët të kenë mundësi të të realizojnë veprat e tyre, të kenë mundësi ekonomike, mundësi promovimi dhe shumë komponentë të tjerë për të realizuar dhe për të vazhduar, pra për të vazhduar zhvillimin e letërsisë. A do të ishte mirë të organizohen edhe në panajire në qytetet kryesore të Shqipërisë? Për sa i përket panajireve dhe realizimit të tyre në për qytetet të ndryshme të Shqipërisë, unë mendoj që është diçka e munguar. Besoj që është e domosdoshme për të realizuar dhe duhet realizuar sa më parë, duhet ngrihen mekanizma në bashkëpunim pra me pushtetin lokal për realizimin e promovimeve dhe panajireve në për qytetet të ndryshme të Shqipërisë. Kjo për disa arsye do shërbente si promovim i autorëve, ndoshta edhe i autorëve të cilët vinë nga rrethet, por si një mundësi dhe një kontribut në veçanti për qytetarët duke ja serviruar pra librin dhe duke krijuar një urë lidhse më të ngushtë dhe më të afërt me leximin. Në aspektin tjetër do ishte një mundësi shumë e mirë për autorët ku mund të shitnin pra produktin e tyre edhe pra të krijonim edhe një mekanizëm i cili do ishte në favor të ekonomisë. Gjithashtu që është më e rëndësishmja në këndvështrimin tim personal, është një kontribut i domosdoshëm dhe një organizim i munguar që duhet të jetë bashkëveprues me shkollat duke krijuar pra ambiente të tilla atraktive për nxënësit, duke i lidhur nxënësit sa më shumë me librin dhe besoj që sot ka nevojë më shumë se kurrë dhe duke krijuar tek ato idenë dhe përshtypjen se sa i rëndësishëm është libri në jetën e tyre, sa i rëndësishëm është leximi dhe sigurisht duke pasuruar botën e tyre. A kemi ne mungesë të botimeve profesionale si ky juaj që flet për koreografinë? Në fushën e koreografisë ka një mungesë të madhe, për të mos thënë që nuk ka botime studimor që kryesisht flasin për metodologjitë krijuese të artit koreografik apo të flasin për shkencën e koreografisë, të flasin për folklorin në mënyrë shkencore, pra të ketë realizime të ekspeditave shkencore, pa mohuar faktin që para viteve 90 kanë ekzistuar veçanërisht tek folklori, por cilat kanë humbur sot dhe besoj që është e domosdoshme rishikimi, rivlerësimi, analizimi i tyre, ngritja e këndvështrimeve të ndryshme mbi veprat e ndryshme, studimi i stilistikave të ndryshme të krijimtarisë, të artistëve të ndryshëm, sepse deri me tani kryesisht librat që janë bërë edhe për personalitetet të artit koreografik janë më tepër biografi artistike dhe një rrëfim historik i veprës së çdo individi të caktuar, por mungon studimi i mirëfillt i stilistikës, i metodologjisë së secilit prej tyre. Gjithashtu mungon studimi dhe realizimi i një studimi të mirëfillt të metodologjisë që duhet të kemi sot në Universitetin e Arteve, ndoshta për degën e koreografisë, një literaturë e munguar dhe bosh për studentët cilët ndjekin pra këtë fushë, mungojnë qoftë edhe vepra të përkthyera të përshtatura nga shkollat koreografike botërore, qoftë edhe vepra të realizuara nga autorë shqiptar, koreograf apo kritika arti. Edhe pa diskutim mungon studimi i mirëfillt i kritikës edhe këndvështrimet estetike mbi koreografinë dhe pa diskutim është e domosdoshme që të hidhet dritë në këtë drejtim dhe të lëvizet sa më shpejt për të realizuar pra edhe për të plotësuar boshllëqet që kjo fushë
kjo fushë ka. Sa e rëndësishme është për trashëgiminë folklorike sot që të ruhet? Sa i përket folklorit, unë mendoj që është vlera më e madhe kombëtare, identitare, një pasuri e jashtëzakonshme e cila ka shkëlqyer në të gjitha vendet e botës ku jemi përfaqësuar, pra me vallet tona, me këngët tona, me meloditë, me kostumet kombëtare, një pasuri e madhe në të cilën po të kërkosh shfaqje dhe zbulon gjëra të reja çdo herë, por pa diskutim pikpyetja e madhe qëndron në vazhdimsinë e folklorit, nismat që duhet marrim, sa rëndësishme është. Është shumë e rëndësishme dhe është një detyrim profesional i secilit prej nesh që ka kryer Universitetin e Arteve apo ka një eksperiencë personale me vallën, me këngën, me instrumentat e jashtëzakonshëm që kanë luajtur meloditë e mrekullueshme të folklorit ton, dhe duhet të përpiqemi ta ruajmë në çdo lloj mënyre, ta trashëgojmë në mënyrën më të mirë të mundshme pa deformuar vlerat e tij. Është një pasuri e jashtëzakonshme që ka lindur me popullin ton dhe që kërkon të hidhet dritë, kërkon rifreskim, do thoja në mënyrë figurative, rifreskim të këtyre vlerave vazhdimisht që ato të mbesin, të mos humbasin, por mendoj që duhet edhe për kraja e shtetit, duhet edhe nisma institucioneve që merren pikërisht me studimin e folklorit, për për t'i siguruar pra dhe për t'i ruajtur ato, qoftë nëpërmjet filmimeve, qoftë nëpërmjet botimeve, qoftë nëpërmjet futjes nëpër kurrikulat mësimore, që të ketë një mundësi të trashëgimisë, të vazhdimësisë dhe të mos humbin kurrë, por sigurisht edhe qendrat kulturore apo institucionet përkatëse, ansamblet, qofshin shtetërore, qofshin private, të cilat kanë një lidhje të drejtë për drejtë me folklorin, mendoj që duhet bëjnë një punë më serioze dhe duhet bëjnë maksimumin për ruajtjen dhe veçanërisht për trashëgiminë, sepse folklori ka ardhur deri më sot nëpërmjet trashëgimisë, nga brezi në brez, mirëpo lëvizjet e shumta dhe largimet nga fshatrat drejt qyteteve kanë bërë që të zbehet pra kjo lëvizje dhe ky pasion që ka ekzistuar më parë. Kështu që është në dorë të profesionistëve edhe të institucioneve shtetërore të kontribojnë sa më shumë, sepse siç e thash edhe në fillim, folklori është një nga pasuritë më të mëdha shpirtërore që ne kemi dhe që ka bërë bujë në çdo vend të botës. Do një plan për botime të tjera? Realizimi i këtij libri është, do thoja, vetëm fillimi dhe nuk është libri i fundit. Un kam një sër projektesh, një sër idesh, të cilat kam dëshirë dhe mendoj që do t'i realizoj në vazhdim të kohës, pa dashur të ngutem, por sigurisht që edhe me një proces të përshpejtuar për arsye, sikurse e thash, edhe me lart të mungesës, pra të studimeve të tilla. Mendoj që janë shumë element të folklorit, shumë element të koreografisë, të vallës, të cilat kërkojnë të analizohen, kërkojnë të jenë pra të shkruar diku si referime për studimet e mëvonshme. Sigurisht, sikur se e thash, kam disa projekte, qofshin botime, por njëkohësisht edhe vepra koreografike. Mesazhi juaj për lexuesin cili është? Mesazhi im për lexuesit, veçanërisht për lexuesit e librit tim, lidhet drejt për drejt pra me atë që tham edhe pak më parë, me ruajtjen e folklorit, me promovimin e tij, me trashëgiminë e folklorit dhe rëndësinë e madhe që ai ka në vlerat e identitetit ton kombëtar. Ndërsa me lexuesit në përgjithësi, unë gjithmonë e them edhe kam thënë që duhet kemi një raport më të mirë me librin,
duhet të afrohemi më shumë me librin, sepse është vetmja mënyrë për të pasur një shoqëri të emancipuar, për ta zhvilluar shoqërinë, dhe për të qenë përfaqësues të denjtë të së ardhmes. Pa diskutim që i sugjeroj të gjithëve që të reflektojnë, të hulumtojnë dhe të jenë sa më shumë kërkues kundrejt profesionit tyre të veçantë, por edhe informimit të fushave të ndryshme që sigurisht krijojnë pra atë individin intelektual. Ju faleminderit edhe një herë dhe ju uroj sukses.